Shfaqja teatrore Vizita me regji nga Davide Jodiqe do të vjetë në skenë më 6 qershor në Teatrin Antik të Butrintit në kuadër të Javës së Kulturës Italiane, e frymëzuar nga vepra Wells. Drama e suksesshme e Teatrit Migjeni në bashkëpunim me atë të Sardenjës trajton tema si pranimi i tjetrit, paragjykimi dhe dashuria. Aktoria Rita Gjeka cilëson të veçantë interpretimin në një hapësirë si Butrinti dhe bën të ditur se kësaj here kastit i bashkohet edhe një aktor i ri. Bësh një shfaqje si Vizita, që është magjike, ta bësh në Butrint është doppio magji. Unë jam shumë krenare për këtë shfaqje, cila ka fillu dhe nuk besoj se ka me marru shumë shpejt. Trupa e Teatrit Migjeni këtë herë është detyruar me bërë një zëvendësim me një aktor të ri të Teatrit Migjeni, Tristan Halilaj, i cili, me thënë drejtën, është tregu shumë i gatshëm edhe për shumë pak kohë ka arrit me ba rolin në mënyrë perfekte. Sipas Gjekës, sinqeriteti është një nga arsyet pse Vizita është pritur kaq mirë nga publiku kudo ku është shfaqur. Shfaqja është shumë e ndjerë, shfaqja është e merrshme, nëse do me folë me fjalë të popullit. Shfaqja është një gjë e merrshme, është një gjë e cila i kalon përtej shpirtrave të njerëzve. Kur spektatori e thith të sinqertën, atëherë është e realizuar shfaqja. Premiera e Vizitës u dha në Teatrin Migjeni në vitin 2023, ndërsa shfaqja është vlerësuar me disa çmime kombëtare dhe ndërkombëtare.